طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi të shpjegu gjuzin amme me komentim të Shekhu Uthaymeenit rahimahullahu ta'ala. Jemi në surën At-Takwir nga ajeti I parë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kur dielli të mbështillet, humbet dritën. Kjo do të ndodh në ditën e Kiametit. Takwir do të thonë mbledh, palos edhe mbështjell. Paramendo diellin e palos e mbështjell. Gjithaj diell I madh I cili sipas shkencëtarëve është më I madh se toka, apo edhe e mbështjell diellin dhe e palos. Siç mbështillet çallma pas qeleshës. Dielli është një masë madhështore e madhe dhe e gjerë, në ditën e Kiametit Allahu subhanahu wa taala ka me palos. Subhanallah, çfarë madhështia e Allahut. Pastaj thot dhe humbas dritën. Më pas do të hidhet në zjarr për t'i zemruar ata që adhuronin në vend të Allahut. Zjarrin, por Allahun është e lehtë, apo? Thon Allah subhanahu wa taala do ta merr diellin dhe do ta vendos në zjarr. Miu kallëzu atynve që e kanë adhuru zjarrputistat, që e kanë adhuru zjarrin, apo që e kanë adhuru, domethënë diellin, miu kallëzu që kurrë nuk I bën dielli. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala vërtet që ju mosbesimtar dhe ata që ju I adhuroni në vend të Allahut do të jeni lëngdjekse për xhenemin, ju do të futeni në të. Suratul Anbiya ajeti 98. Këtu përjashtohen ata që janë adhuruar në vend të Allahut, por që kanë qenë njerëz të dashur të Allahut. Çai bie evliat për shembull të Allahut subhanahu wa taala që njerëzit padrejtisht I kanë adhuru. Tash a do të thotë që këta evliat do t'i dërgon zjarr Allah subhanahu wa taala? Jo. Nuk I dërgon zjarr Allahu azza wa jall. Shkaku I budallakinave të tyre, apo Isa alayhis salam e adhurojnë edhe I thënë Jezusit I thënë Jezusi Zoti Jezus, apo a ka faj Isa alayhis salam? Nuk ka faj. E plot të tjerë që adhurojnë tyrbe, vare e besimtarë të devotshëm, hoxhallar të mëdhej, dietar të mëdhej, s'kan faj ata të shkretit. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala thot s'ka dyshim se atyre që u ka paraprir mirësia e jon ata do të jenë larg këtij xhenemit, ata nuk do ta dëgjojnë bubullimin e tij dhe do të jenë përgjithmonë ata që dëshiron shpirti Suratul Anbiya ajeti 101-102. Dhe kur yjet të shemben, yjet kanë mushemb, yjet kanë me ra. Si shpjegohet në një varg tjetër dhe kur yjet të derdhen. Suratul Infitar ajeti 2. Pra në ditën e Kiametit yjet do derdhen, shpërbën duke rënë kështu nga vendi I tyre. Yjet që janë kanë mu shpërbë krejt edhe kanë me ra. Kur malet të shkulen, subhanallah, gjithaj mal, gjithato male të shkulen, të bonë sikur lesh I prishur. Dhe thot, pra malet e mëdhenje të qëndrueshme të larë në ditën e Kiametit do të kthehen pluhur, Zoti thot, malet do të lëvizën hiqen e shkulen dhe do të bëhen si vegim. Kur devet me barë të lihen pas dore. Pasuni e madhe devet janë të arabt. Pasuni e madhe. Dhe janë të dhënëm shumë pas deveve. Mirë, por nuk kam ju bo dobi, jo dobi, por nuk kanë mikqyr devet e veta. Sa do që deve kanë mu largu prej deveve të veta. Është fjala për devet barse në muajin e 10, në këtë fazë ato janë një pasurive më të çmuara për arabët. Mirë, po kanë milan. Nefsi, shpirti jam, vetja jame. Maras fëmin tonë s'ki me këqyr, heq, secili për veti. Në botën tjetër nuk do të interesohet më për to, sepse në ato qaste njeriu është I preokupuar dhe I shqetësuar me çështjen e vet, dhe si pasoj haron çdo gjë tjetër. Zoti thot, atë ditë njeriu do të ikë nga vllai I tij. Atë ditë do të ikë nga nëna dhe babai I tij, nga bashkëshortja e tij, nga familjet e tij. Atë ditë çdo njeri ka çështjen e vet që I mjafton. Suratul Abasa ajeti 34-37. Kur e gërsirat mlidhen bashk. Këtu bëhet fjalë për të gjithë kafshët. Thot Allahu azza wa jall, nuk ka asnjë kafsh në tokë dhe asnjë shpend që fluturon me krahët e vet, që nuk është në bashkësi të ngjeshme me tuajet. Ne nuk kemi lënë asgjë mangët në libër, pastaj do të mlidhen të gjithë te Zoti I tyre,
Suratul An'am ajeti 38. Kafshët do të ringjallën e do të bëhen ditën e gjykimit, edhe hakut që i kanë hinë njëri tjetrit në hak, Allah subhanahu wa taala prej drejtësisë madhështore kam ia dhënë njëri tjetrin hakun, apo? Edhe pastaj çfarë? Për shembull, kafsha pa brir të marr hakun e vet ndaj asaj me brir që i ka bë zullum. Edhe pastaj çfarë? Do të shndrohen në dhë. Do të shndrohen në dhë, nuk kanë me ekzistu. Kur detet të ndizen, flak, subhanallah, kanë mundiz detet. Fjala det është dhënë në shumës, thot për të vënë në duke madhështinë dhe shumësinë e tyre, afërsisht 3/4 e tokës janë ujë, apo 3/4 e tokës. 1/4 është tokë. Domethënë nëse prej 100%-ve i bie sa përqen? 75% i bie që është ujë. 25% i bie tokë. A i rosh mira jo? A i bjerë qështu? Po. Pastaj thot, pra këto dete të mëdhenje në ditën e kiametit do të ndizen e do të kthehen në zjarr të madh, kështu toka do të thatë si pasojë mungesës së ujit. Kur shpirtrat të bashkohen, nufus është shumë si nefs. Dhe në këtë rast kjo fjalë shënon çdo njeri. Dhe thot Kurani na njofton, ju do të ndaheni në 3 grupe. 3 grupe keni munda. Dhe të tjera në dëshkimet këtij lloji bashk me lekëve do të thuhet, mbledhni ata që bën padrejtësi, shokët e tyre dhe ata që i patën adhuruar. Domethënë ditën e gjykimit secili bashkohet me llojin e vet. Secili shok në dynjë, shok në ahiret. Nëse dush më kon shok me pejgamberin alayhis salam, ndiqi udhëzimet e Allahut dhe pejgamberit të tij dhe të sahabëve. Dhe shiko kon po e merr shok në këtë dynjë. Sepse me çato që më kon inshallah në xhenetin apo në xhehenemin e Allahut subhanahu wa taala, se shoku prej shokut ndikohet vllazni. A mundesh me nejt, o vlovi jem timin i kjafir, hajde veç kalzam. Sun rrigjbe, ma beti nuk qka ne. Nëse njësh zyrtare bën diçka po, në regull. Kina i punë në sen, zyrtare, kryet puna. Ama nëse për qefit i me thirë në telefon, hajde po dalim një kafe me pi bashk, s'mujsh me nejt. S'ta duron zemra. Sa e shanë Allah subhanahu wa ta'ala, shanë pejgamberin alayhis salam, e shanë finë Allah azza wa jall. Bën gjunohe Allah subhanahu wa ta'ala edhe nuk ki mundësi, zemra nuk të knaqet ty me nejt me një njeri që është kundër fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur fosh një e varosur për së gjalli të pyetet se për çfarë mëkati është vrarë. A e dini që në kohën e Arabëve para ardhes Muhamedit alayhis salam, ka qenë tradita e Arabëve që vajzat i kanë varros, mirëmëngjesi. Vajzat i kanë varros, çka? Vajzat i kanë varros. Subhanallah. Çish? Mashallah. Dhe më thonë çka? Vajzat e varrosura, subhanallah, veç paramenoj për zgjalli vllazni. Për zgjalli i kanë varros. Kanë futur në varr edhe dheun ja kanë qitë për mi. Për zgjalli. Njeriu veç paramenoj veç kur e ka këshyr për shembull prindin e vet apo mbyta. Allahu Akbar. Veç qitë dorën zemër këshyre qikën tonë dhe vllaje. Fëmin tonë të këshyre. Vetëm e për çka? Për shkak njerëzve. Në nëshmim e kanë dopsi, e kanë një që ty ta ka thonë Allah subhanahu wa taala një qik, kjo është dopsi. Po 3 qika kush i këqyr, ka me fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala. Ka thonë Muhamedi alayhis salam. Edhe 2 po, edhe 1 po, edhe 1. Qikën ti beqesi shmranda, subhanallah. Ajo ka me ndërmjetësu tek Allah subhanahu wa taala. Që ato erdhi Islami dhe i heki këto bestytni. Edhe të na vllazni nëse si kanë mbyt qikat, ka qenë në nëshmim kur kanë pas qika. Djem, anë i kni. Të dytë janë, tek Allah, njësa janë. Qof djallë, qof qik, fëmijë është laja. Fëmijë është. Edhe qika, edhe djalli. Bile ndashit me dit, qika shumë ma shumë është e afërt me babën edhe me nonën se sa djalli. Dhe ashta djalli nuk e shprej. Unë e si pas ka me bon skip këto. E qika, unë e vetë po të kallëzoj Allah. Para se me thirë, qika vjen njerë nga përqafon, mas të i shkon flenë. Djalli nuk e bon këto. Po është karakter i djemve, është normal, nuk do me thonë që zëdojnë fëmit. Mirë po, këtë
gjendje ti me po moshën 5 vjeçare, 6 vjeçare, 3 vjeçare me myt, me qitë në dhe, Allahu Akbar, Allah i na rujt. Thot çfarë kjo ndodhte në kohën e ignorancës para islame, për shkak të padijes dhe mendimit të keq që kishin për Zotin, si dhe për faktin se nuk mund të aduronin turprimin që i bënin njëri tjetrit. Çika va. Çik pas ke bo. Pastaj thot kur u lindte vajz, Allahu thot dhe kur ndonjërit prej tyre i vjen lajmi se i ka lindur vajz, i nxihet thot fytyra dhe mbushet plot pikëllim, fshihet nga njerëzit për shkak të lajmit të keq që ka marr, ata mbaj foshtjen bashkë me poshtrimin apo ta varros për zgjalli. Surat An-Nahl, ajeti 58-59. Thot pra, kur dikujt i thuaj se Zotit ka fal një vajzë, mërzitej dhe kaplohej nga pikëllimi. Dhe thot duke mos ditur çfarë të bënte. Ç'a me bo? Ka pas që kanë pas normalisht dashnin ndaj çikës vet, normalisht nënën tjetër rrethi, që shko me dalu në para njerëzve, që budallaki është edhe te na, në disa aspekte. Pastaj thot, ata bante një jetë këtë vajzë duke duruar poshtrimin, apo ta varroste të jepte fund këtij hallit halli madh, një çik me pas. Pastaj thot, disa e bënin e disa jo, disa i varrosnin të gjalla, ose sa ishin akoma shumë të vogla, ose pasi rriteshin rreth 7 vjeç. 7 vjeç. Subhanallah, 7 vjeç për rritish, moshën 7 vjeçare, pja qelish varën, edhe për mi, unë nuk e di çfarë zemër është kjo, unë nuk e di. Që shejtani ku të qetë, subhanallah, qite dorën zemër vetë qëre qikën tonë, subhanallah, edhe mi qitë dhe unë për mi. Vetëm ja unal gojat e njerëzve. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madje disa ja bënin vetë grupën dhe ndodhte që mjekra të bëj me dhe gjatë hapjes. Dhe thot, për aty e shkundnin duke mos e pasur as një pikë mëshire, kjo të regon se gjahilieti ishte poshtrim. Gjahillëku ishte poshtrim. Edhe thot, sepse edhe e gërsira të regojnë mëshirë dhe mshmëri për atë kofshën e vetë. Kipo, sytë bre ti qëtë kofsha, a kipo për shembull pula nëse ja merë zështë. Sytë ti qëtë, kofsh, shpes, subhanallah, ti njëri, qëfar dereqe po vish, që edhe shejtanit ja kalon me këtë gjë. Kur foshnja vajza e varosur për së gjallit, të pyetet në ditën e kiametit, se për çfarë mëkati o vrap? Pse se sukon në pubertet që i ka shkruar lafsi? Çfarë gjinoi ka bo kja? Kur farë gjinoi nuk ka? E në ditën e gjykimit kanë me dhonë llogaritë të tillët. Dhe kur fletët të shpërndahen, fleta kur shënohen veprat, ti o njeri duhet ta dish se çdo vepër që bën dhe që nxjerr nga goja shënohen nga engjujt e posaçëm. Çdo sen që tu tash jam të fol, me laçi është të shkru. Syt ka janë të këqysh, ka janë të bo, me laçi është të shkru. Çdo veprimi jemi dhe juj ka më shkruaj, është të u shkruajt. Domthon ç't moment. Çka po flasim veç me laçi është të shkruajt. Sikur kur je në gjykata, a ki po kur t'japish deklarat, që është shkruane, tak, ti shkru. Daktilografja që të shkru. Mos them qashtu të shkru, kjo të shkru edhe më shpejt. Çdo detaj, çdo fjalë. E nëse qët ajetën kohë na e kemi në kokë, dhe kur fletët shpërndahen, dhe në këto fletë shkruen çdo vepër, vallaj kemi koni kujdesshëm fjalë. S'ki me fol. Ki munal. Nuk ki me fol. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala thot çdo njeriu ja varrim çaf llogarinë e punës së tij. Edhe në ditën e kiametit ja paraqesim librin e hapur dhe i thuhet: lexoj librin tënd. Çdo sen, subhanallah. Me bu më konë nej kriminal, apo nej njëri që të ka në sy shteti, ta që dosin që ka që 200-300 faqe. Edhe kur ta lexon atë dosin, thot s'pas kalon sen bre ky pap me foto, me dëshmi në sen, me konje taku, ku ke net, me cilën kërë ke shku, ku ke nxerr parë në bank, ku ke dhonë Western Union, ku ke shku në cilën shtet, cilën autobus, cilën kërë, kritiki aty. Edhe thush s'pas kalon sen bre ky pap pa shkrujt, kur gjë nuk është kja. Dosja dynjos. Çka është dosja e ahiretit? Çdo detaj. Pastaj thot, për çdo fjalë që ai thot,
ka pranë një mbikëqyrës të gatshëm, suratul Kaf ajeti 18. Profeti sallallahu ka thënë, pjesë e Islamit të mirë të njeriut është të heqë dorë nga ato punë që nuk i përkasin. Ai që ka besuar Allahun dhe ditën e fundit, le të flas fjalë të mira ose le të hesh, thot. Kur qielli zhvishet, zhvendoset, qielli që kemi sipër është një çati e mbrojtur dhe shumë e fortë. Shumë e fortë. Thot Zoti i Madhërisht po ashtu thot, ne i kemi ndërtuar qiellin me fuqinë tonë. A nuk ndërtuam mbi ju një shtatshe të fortë? Shtatshe. Pastaj thot, ndërsa qiej do të mbështillen në të djathën e tij, siç palosën fletët e librit. Subhanallah. Qiej, sikur fletat e librit që zhbon, çashtu kanë më palos. Tek Allahu subhanahu wa taala është e lehtë çdo gjë, apo kur xhehenemi dhe thot Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit thot, unë jam sunduesi. Thot, ku janë tani sunduesit e tokës që i bënit zullum ju popullit? Ku janë? Ku janë që i bënit zullum ju popullit? Unë sot jam sunduesi juaj. S'ka sundues përveç meje sot. Kur xhehenemi të ndizet fort, do me thënë zjarri, ka marrë këtë emër për shkak të thellësisë dhe pamjes së errët që ka, të ndizet, po me çfarë të ndizet? Thotë Allahu subhanahu wa taala, o besimtar, ruajini veten dhe familjen tuaj nga zjarri, lënda djegëse të cilët janë njerëzit dhe gurët. Edhe gurët kanë mu djegë, subhanallah. Gurët edhe njerëzit, zbashku. Pra në vend të drurit dhe letrës, që është material ndezës, apo? Druri edhe letra është material ndezës. Qa po thotë Allah në Kur'an? Përdoret për ndezje, lëndë djegëse në gurët. Guri ka mu djegë, subhanallah. Guri. Dhe thot që është për jo besimtarët, kur xheneti do t'u afrotash, anën tjetër, xheneti është banesa e njerëzve të devotshëm, në të Zoti ka përgatitur atë që nuk është parë e nuk është dëgjuar e as imagjinuar asnjëherë. Kur ta shohim inshallah taala, jemi prej tyre, xhenetin nuk kime ditë se çka është ai vend. Do të thonë nuk kime mujt me paramenu se çfarë kënaqësie e madhe. Dhe thot ku të afrohet xheneti. Po të afrohet, uzlifet. Thot do me thonë kur xheneti afrohet edhe zbukurohet. Tani mendo pak për ndryshimin midis këtyre dy vendbanimeve, një xhenetit dhe xhenemit. Thot Allah subhanahu wa taala, kur dielli të mbështillet dhe kur yjet të shemben, kur malet të shkulen, kur devet bashkë të lihen pas dore, gjitha këto ajete që i potencuam, dhe thot shohin se janë dhënë 12 fjali në trajt paralemrimi për të ardhmen, pa marrë një përgjigje, atë ditë secili do të marrë vesh se çfarë të mirash dhe të këqijesh i është sjell, dhe e dim se çfarë të mirash dhe të këqijesh bëjmë, por ama i harrojmë shumë. I bëjmë këqijat një periudhë, vazhdojmë, i harrojmë ato të këqijat, subhanallah, i harrojmë. Pastaj thot kemi harruar dhe shumë adhurime dhe mëkate që kemi bërë, mirë po ato nuk zhduken nga që ne i harrojmë. Subhanallah, bëjmë një të mirë, e harrojmë një të mirë, kemi bë më herët, për shembull, kemi harru, ditën e gjykimit ka më na dole e mirë. Kemi bë një gjuna, e kemi harru, Allah subhanahu wa taala çka? Na çet gjunojnë pastaj. Që kemi bë më herët dhe ne nuk e kujtojmë, subhanallah. Mirë po me la që e ka shkrujt, çdo gjuna e ka shkrujt, dhe thotë Allah subhanahu wa taala, atë çdo kush do të kuptoj se çfarë ka përgatitur, lajmet e Zotit janë të vërteta, dhe në takimin e radhës me ajetin 15, subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Amin.